Ju thash se kemi folur disa herë bashkë për këtë libër e përmendëm edhe kishim shtyrë për arsye se libri është botuar vite më parë dhe ka qenë vështirësia për ta gjetur, megjithatë u gjet, kështu që i erdhi radha. Për mua ky ka qenë një libër unë e kam lexuar rreth 20 vjet më parë, besoj. Domethënë ndoshta pak më shumë, por ande nga viti 2002-2003 duhet të ketë qenë. Dhe ma sollën në Amerikë, domethënë ishte botimi ky botim. Se unë dy gjëra merja në Amerikë, djathtë bardh ndonjëherë, kur ashtu, dhe libra, i kërkoja mamit më tepër për të mbajtur shqipen një çik më të zhdërvjellën. Dhe më befasoi si libër, më pëlqeu shumë. Edhe ishte edhe si një leksion historie, domethënë gjithçka që ndodh aty. Kështu që kësaj radhe unë nuk mund ta lija me leximin e para 20 e ca vjetëve dhe vija që thosha e kam lexuar, po e shijova edhe më shumë. Ca gjëra më rikujtoheshin faqeve dhe ajo shija që më ka lënë në fakt ka qenë për një arsye të mirë, se mendoj që është një libër shumë i rëndësishëm edhe për kohën që jetojmë, sepse mund na ndihmojë të kuptojmë se si gjërat rrokullisen në forma të ndryshme, po edhe se si kanë qenë. Tani para se të nisim me t'ju pyes edhe juve se çfarë menduat, ta thjesht ta flasim bashkë siç bëjmë këtu. Doja t'i jepja fjalën Mondit. Tani Mondi vjen nga qendra Jonathan, bashkë me çunat e tjerë. Edhe ne kemi shumë xhan, këta çunat edhe vajzat atje, me gjithë aktivitetet që ata bëjnë. E di që edhe ju i keni shumë xhan. Edhe në kuadër edhe të gjithë përfshirjes se të qeni gjithmonë bashkë në çdo lloj aspekti, menduam që do ishin të mirëpritur njerëzve. Do ishin mirëpritur që ta ndanin këtë mbrëmje bashkë me ne. Kështu që Mond, fjala është për ty. Po. Libra pëlqen shumë. Librat pëlqejnë shumë. Po. Ne ke shkollë libra. Ke muzikë. Ke muzika, ke pëlqen shumë. Edhe muzika. Po. Si na theme, çfarë të pëlqeu te libri? Ke libri. Ke pëlqeu. E mirë. Po ta sheshme Stefan Zweig Ostok pas disa vetësh luft par politicore pas disa vetësh Iku Stefani e shkoj keshkëtari e potës timit ka thënë tipi. Sepse ka që më falë Mondi, si kur ne kam që të pëlqeu te libri, ai tha që Stefani flet për muzikë. Prandaj e përmendi muzikën. Ke muzikë e bukur. Shumë e bukur. Faleminderit. Faleminderit ty. Faleminderit ty. Jep kur. Do më lezosh një pjesë nga libri? Gjeja atë pjesën se ku do ta. Le ta çojmë aty dhe do të jap një moment që të na lexoj një pjesë që e ka. E ka gati? Po. Hajde pra. Ta. Do të them mesazhi. Po. Ka vredi një fjalë për ju. Kemi mesazhi libri. Në fund, ajo që na paskon nuk është ajo që kemi për mënyra se tonë njëri tjetri. Kemi mesazhi libri po të sigurisë. Më pak? Po. Kjo është e lirë nga libri. Të pota e sigurisë, i temi të gjetë, fëgjuar e në grati, por
pesasse rrugëve të të botës, ta që në dëshoj, si për nesh për flasin ke prore tarke, besëri ka na të tonë shumë qera, na kasmoj mjaft të tjera, sembre na prekosi. Sembra prekosi to. Se pa prer shlitë Dit nooit paksa iets trasuar, tijd en de tepper te forta naar postoi voor te dera. Ik zie het is waar post Faleminderit. van weer zo'n kisa. Në fund ajo që na bashkon nuk është ajo që kemi, por mënyra si duam njëri tjetrin. Që është një fjali nga ky libri. Tani, unë do ta hap për juve, edhe unë kam bërë shumë shërnime, i kam bajt në të verdh zakonisht, këtu me highlighter, edhe sikur vetëm në për këto të shkoja do kishim orë për të folur, po. Çfarë opinioni keni pas për këtë libër? Se ndoshta si pëlqeu, nuk e di. Mos ta mbaj kështu. Kush na thot në fillim? Mund ta qash ti Jakollin? Po e filloj. Më bëri shumë përshtypje që prisja një autobiografi dhe nuk më rezultoi një autobiografi e thjeshtë. Ishte një shkrim me shumë finesë, me shumë elegancë, me shumë ndjenjë. Dhe ajo ndjenja e parë që është ajo përplasja, ndjenja e humbjes. Se si një civilizim mund të shkojë drejt edhe shkatërimit kur ndodhin këto krize. Ajo ishte ndjesia e parë që më një Europë që ne nuk e kemi. Brezi nuk e ka jetu, nuk e ka imagjinu. Dhe është ajo diferenca ndërmjet dy botëve, ajo para, luftës së parë botërore dhe ajo që erdhi më pas. Besoj që për ne lexuesit është pak edhe më bëhemi pak më nostalgjik, sepse gjatë rrëfimit ne e dim se çfarë do vijë më pas. Se si do zhvillohen ngjarjet, kjo ishte. Në vërtet. Se ai kam përshtypjen që autori e vajton në një farë mënyre, po jo me patetizëm, dhe jo pa realizëm Evropën që ishte, duke filluar me Vjenën, edhe vazhdimisht flet edhe për atë shpirtin evropian. Domethënë ky bashkimi evropian që sot është një realitet politik në 27 vende, në atë kohë ishte një koncept, ishte një ide, ata flisin për popujt evropian, si një, për kulturën evropiane dhe kishte një lloj identiteti evropian të ndjeshëm, po. Kjo është, ndoshta në atë kohë ka qenë diçka e re, ose e fillimi të shprehurit të kësaj, se deri në atë kohë ishte edhe kjo që francezët, anglezët, gjermanët, prusianët, austriakët, etj. Nuk ishin Spanja, Franca, asë të reja. Po, eksakt. Edhe Franca do më. Franca, po. Kush më ndihmon pak me këto përshtypjet e para? Ajo që mua më bëri përshtypje. Ja, më fal, me që me që ngritet dorë, po. Gjëja e parë që pata në moment kur fillova të lexoj është edhe sa njerëz do ta thonë. Sepse do ta thonë kaq shumë njerëz, cilët një pjesë të mirë të tyre ne i kemi njohur përmes veprave të tyre, muzikë, letërsi, edhe duket një kalim jo vetëm në histori, në kujtimet e një europiani, por edhe kalimi në sfera të ndryshme me personazhe të ndryshëm, cilët ndonjëherë ne jemi befasuar thjesht duke u parë veprimtarinë e tyre dhe ai tregon me një lloj naturaliteti, fati që ka patur të takojë dhe është edhe i sinqert kur e bën këtë gjë, kur i vjen letra që duhet ti merret leje nëse do që Lordi ti shkruaj para të një librave të tij, dhe ai është shumë i sinqert kur thotë unë e kam imagjinuar vetëm si ai e njëjtë, dhe që do vinte kjo periudha që ai do të shkruante para të një librave të tij. Të gjitha faktet historike që ne kemi tek libri nuk besoj që janë panjohura për ne, por kanë një element shumë bukur që vjen përmes emocioneve. Në histori ne mësojmë vitet kur ndodhi lufta parë botërore, vitet kur ndodhi lufta dytë botërore, lufta Spanjës, dhe janë të thata, nuk japin atë gjithë atë që ndodh brenda një individi. Dhe Zweig kalon në përhistorinë e një shekulli ndoshta, përmes përjetimet e një njeriu dhe tregon edhe jetën e
ati vetë në kalimet e tij. Të gjitha këto janë shumë bukura, sepse e para njohim personazhet siç thash, e dyta njohim historinë, e treta njohim natyrën njerëzore, dhe e katërta është shumë aktuale, se si historia, e thamë edhe herës tjetër, përsëritet në mënyra të ndryshme, por në thelb të së njëjtës gjë. Dhe më kujtuan një shprehje të Solomon që asgjë e re në diell, kështu që ishte ndoshta për të lexuar në këtë kohë që po jetojmë. Po, fiks. Mua e shumë bërë përshtypje është fakti që zakonisht më ndodh që mbasi, si më thënë, në fund të librit ose mbasi e varon librin, ti reflekton për atë çka lexove. Kurse në këtë libër ti reflektoje pas çdo teme që ai trajtonte. Pra ishte gjithë kohën të sfidonte dhe të bënte përshtypje fakti që ai shkruante për vitet 1900 ca, pra mes dy luftrave botërore, dhe të dukej sikur e kishte shkruar sot. Pra ishte kaq aktuale, të ndërthurej me aktualen, dhe të duket sikur koha nuk ka kaluar dhe të bënte mendosh, do të pyetja e parë që më erdhi në mendje është si ka mundësi që njerëzimi nuk mëson nga gabimet e së shkuarës, sepse në fundit përveç se të bën të reflektosh, një nga gjërat që ky të çon më thellë është që mësojmë nga e kaluara, nga gabimet e së kaluarës. Dhe si ka mundësi që njerëzimi nuk mësoi nga gjitha ato tronditje që ka pësuar. Dhe të duket aktuale kur ti shikon se çfarë ndodh përreth, sërish me të njëjtat ideologji, luftra, konflikte, racizëm dhe gjitha këto me radhë, sepse i ka përshkruar si nga ana njerëzore dhe çfarë i ndodh dhe në rrafshin shoqëror. Ai ka dalë përtej vetjakës, do të thënë ka kaluar në rrafshin shoqëror dhe jo vetëm shoqëror brenda një shoqërie, por të ndërlidhur edhe me fatet e gjithë kombëve. Dhe ajo që të bën përshtypje është fakti që ti mendon një vend historik apo vende siç ai përshkruan të vendet mëdha evropiane, ti mendon ato si të paprekshme, si të pafyeshme. Në të vërtetë, kultura kaq të lashta, kultura kaq të mëdha, njerëz kaq të civilizuar, me ide kaq, si më thënë, open mind, si i themi në ditët e sotme, dhe mjafton një përplasje ideologjike politike për t'i shkërmoshur të gjitha këto në shoqëri. Ke një përgjigje për këtë si ka mundësi? Nuk e di, ajo që mendoj është ego njerëzore. Ego njerëzore dhe aftësia e njeriut për të turrur në të ardhmen pa reflektuar për të shkuar. Mendoj që kjo i bën njerëzit të gabojnë. Dhe ajo që ai më shon gjithkohën është edhe identiteti dhe duket sikur ai është nostalgjik gjithkohën dhe vajton të shkuarën. Në të vërtetë, po duhet të paktën unë personalisht e mendoj kështu që sado që është nostalgjik, ai nuk është i keq ardhur për atë që ka kaluar. Ai është i keq ardhur pikërisht nga mosnxjerrja e mësimeve, sepse ai gjithkohën është nostalgjik, madje edhe në momentin kur ai u kthye në shtëpinë e tij dhe nëna nuk ishte më. Dhe tha unë s'kam çfarë bëj më këtu. Pra, kujtesa, fshirja e kujtimeve është kaq emocionale, domethënë kaq shumë i prek emocionet njeriu. Ama nuk u dorëzua asnjëherë. Ai nuk u dorëzua, pra bën thirrje në qartë që sado që kujtimet mund të ikin, historia, fshihet, ikin elementet, ti vazhdon dhe lufton për tashmen dhe për të ardhmen, por asnjëherë pa harruar të kaluarën. Po. Dhe mosnxjerrja e mësimeve është problem i shoqërive. Se ka lexuar librin, mendoj. Ke një përgjigje. Unë mendoj se nuk në pjesën e tij të ilustrimit, më tepër se sa ego është pamundshmëri që Shenjallman e ka. Sepse në fund gjithçka secili dëshiron të posëdoj. Njeriu posëdoj para, posëdoj makinën e mirë, shtëpinë e mirë, partnerin e mirë. Udhëheci vend posëdoj sa më shumë shtet, sa më shumë të shtriku kufijtë e vet, të forcoj fortezën e vet. Dhe mendoj se të janë të lidhur me pamundshmërinë, sepse nëse ishte thjesht ego, për shembull Gjermania ishte Gjermania, dhe atëherë dhe sot, ashtu do jetë. Të ndodhin luftra, ata prapë do jenë më përpara se sa Shqipëria apo se sa Maroku. Dhe mendoj se Gjeta në 100 krahason. Okej. Me shaka. Dhe mendoj se pamundshmëria dhe lakmia që njeriu ka, ajo ngrit që të shtonin vetë për të limiteve humane dhe si më humane pastaj thjesht një tjetër. Kush ka një kështu? Një tjetër vëzhgim? Mundet Po, atë, lutem.
Unë nuk e mërëva dot, por e para njërë mendova për kthyesjen që nga jashtëzakonshme. Nuk është që, sepse fakti që e solli, edhe vetë Zvajku shkrua një moment që përvoja tregon se është njëherë më letë të riprodhojnë faktet, se sa atmosferën shpirtërore të një epoke, por ai e ka bërë, unë duket sigurisja duket vjenës. Po. Do të thënë, humanita është si përor, do të thënë, unë jam mundu shumë në gjetë në i gabim, por ai është, më kjo nga për përshtypje, do të thënë, përkthimi e para që është perl nga ana gjuhësore, po asnjë presi nuk është jashtë vendit, duhet është një presi që ka një hapësirë përpara. S'ka arritur. Por se jam marrë përkthime dhe punë si kjo janë shumë të rralla. Humanita me vlerën e tij, humanita me aftësinë e Zvajkut për ta shprehur dhe atmosferën shpirtërore, por edhe çfarë njeriu, me çfarë gjëra ishte, sepse të paktën nga si ai ka dokumentuar gjërat, duke që vlerësonte fizimin, ishte punëtor, ai bën punë me shumë sakrifica në fillim vetëm për time, edhe pse zemra e tij është të krijoj, por duket që është njeri që punon, do të mësoj, sakrifikon, përpjekjet e tij pastaj për të krijuar këtë harmoninë shpirtërore në prag të luftës. Domethënë, si artistikisht, si historikisht, po dhe si vlerat që ai përcjell si njeri, jam shumë e përpasuar. Kemi parasysh që më duket se përkthyesi e përmend apo ai vet, që ai ka shkruar librin në mërgim dhe nuk ka pasur akses tek as librat e tij, do të thënë, e ka shkruar nga mendja, si thua. As arkiva, sa i kishte kushtuar shumë kohë edhe mund arkivimit. Kështu që do kishte shumë do kishte bërë një punë ndryshe ndoshta, do kishte dalë një libër tjetër, po themi nëse ai do ishte shkruar, ose mbasi se kishte shkruar fare një libër për vetë. Se unë mendoj që ai ndjen një nevojë ta shkruajë këtë librin edhe për të dokumentuar atë që ishte. Sikur flet për Vjenën, kur flet për Parisin, edhe për Amerikën flet me shumë ndeshmëri, për shembull, kërkoi 2-3 punë në Amerikë, edhe i bëri llogaritë që mua më del e sapi këtu që po mund kishin nevojë në një shtyp shkojnë një gjë, pra nga ana ekonomike ishte shumë e fortë Amerika që në atë kohë. Berlinin me të gjitha gjërat e veta. Po ngretet ca tema. Se ne përmendëm një gjë javën e kaluar këtu edhe mbi detyrën e intelektualit. Kur ai merret me dhe thot për shembull se si disa artistë, ai poeti i famshëm që kishte shkruar atë poezinë që u mësuave në shkolla, e pastaj e bën urrëtie për Anglinë, do himni i urrëties ndaj Anglisë. Në kësaj domethënë edhe për këta njerëzit me cilët mbante lidhje, të cilët ishin francez apo anglez apo të një kombësie tjetër, ai flet për këtë që intelektualët kanë si detyrë intelektuale që të mbajnë qëndrime në kohën e vet. Çfarë mendon për këtë? Po. Lidhur dhe me pyetjen që bëra edhe pak më parë, pse? Edhe kjo ndërlidhet me këtë që sa po the, tek detyra. Në fillim kur ai përshkruan botën e sigurt, që ishte periudha e Austro-Hungarisë, secili nga ata që po e shikonte që gjërat nuk ndryshonin, asnjëri prej tyre, pra thjesht nuk i të rinjve fushatarëve të tij e tregon që nuk reflektonte nga kjo gjë dhe as nuk e besonte që kjo gjëja mund të prishë. Edhe kjo ndodh me atë botën e sigurisë, atë që ti ndërton dhe ti mendon që kjo gjëja do të mund të shkatërrohet. Dhe detyra e çënurit intelektual dhe për ta thënë ato që duhet, Zvajgu është gjithkohës, përveç momentit që shkon në Angli në fillim të luftës, kur po fillon lufta dy botërore, që është i vetmi moment kur ka të dyzimi nëse duhet të marrë dhe një gjithë gjërat e tij apo të qëndrojë, dhe vendos të qëndrojë. Nuk është ajo detyra, nuk është ajo perceptimi për të ndryshuar gjërat, derisa gjërat bëhen aq shumë ndaja sa të ndryshon, do. Dhe e dyta që Zvajgu vet e ndjen nevojën të shkruaj, kam përshtypjen pak përpara luftës së parë botërore dhe pas luftës së parë botërore, me atë ndryshimin që ai rikthehet për të ndërtuar, rindërtuar edhe një herë. Edhe kjo tregon që ai e kishte këtë detyrën e tij intelektuale, pra për ta bërë këtë gjë. Ajo pyetje që çfarë më duhet mua, pse do ta bëjmë këtë se unë nuk e ndryshoj dot këtë gjë. Edhe me formën e tij, në mënyrën e tij, ai e bën detyrën e tij. Por tregon me ndershmëri fakti që ata të rinjt e asaj kohe, pra e botës së sigurt, 1900-s,
10 nuk e kishin të gjë. Edhe prapë sjellim në kontekstin e kohës, kur shumë herë ne nuk e shohim këtë detyrën që duhet ta bëjmë këtë gjë, sepse do të nisi nga shembulli personal, ndoshta nuk ndryshon asgjë, po kjo është detyra jonë, kaq mund bëjmë ne. Ky ishte ideja, domethënë, ai vetë kishte shumë të qartë, edhe librin edhe ai e thotë gjithë kohës që unë këtë po e shkruaj për hir të historisë. Me siguri mund ishte ndalur nga ana si autor të shumë përvojave të tij që takon këta njerëzit e mrekullueshëm, po ai ndalet te këto momentet kyçe për shkak të rolit të tij të historisë. Te ky libër, kush e ka lexuar dy sprovat e tij që janë për Tolstojin dhe Dostojevskin, ti lexon një zvajt të mrekullueshëm që ti nje Tolstojin dhe Dostojevskin dhe i do ndoshta më shumë se sa kur lexon Idiotin apo Ana Kareninën, për shkak të fuqisë që ka Zvajgu me fjalën e tij. Kurse këtu është totalisht tjetër dhe detyra më e madhe e të shkruar një autobiografi është fakti që e qenurit i saktë në atë që duhet të thuash, i drejtë. Ne shohim për shumë politikan, kam lexuar politikan të kohës bashkohor, cilët Obama për shembull në librin e tij është një botë tjetër në atë që ne njohim si Obama president. Pra nuk është e lehtë të shkruash për historinë e jetës tënde në kontekste të tilla dhe në një ikje me valixhe në dorë në gjithë kohës. Klajdi? Për punën e a do të bëjë shëndrim interesant. Çfarë ke shef ti? Mund ta nisësh nga të duash ti. Ajo që më bëri mua përshtypjet e Zvajgut dhe që më ka bërë gjithmonë, se unë jam një lexues i rregullt i novelave dhe librave të Zvajgut, është që me një gjuhë shumë të thjeshtë dhe logjike, ai sjell koncepte që janë tepër thella dhe që ndoshta një autor tjetër mund të krijonte shumë mjegulla për dalë të ai konceptin, ndërsa ai e thot shumë pastër dhe shumë qartë, brenda një fjalie të kupton. Dhe këtë ka e ruan, domethënë, në të gjithë veprën, në të gjithë stilin, është tipike e stilit të tij. Kjo është një vlerë që diçka që ma bërë përshtypje shumë është se sa rëndësi jepin atë kohë artit, pra në Austri, dhe më thënë fokusi që kishin gjithë të rinjt që do ishte ideale për botën sot dhe që nuk ekziston pothuajse as në qytetet më të zhvilluar apo as në Europë, nuk e gjen më atë kultivim. Është një gjë tjetër që më bën përshtypje dhe një lloj kontradikte që ka Zvajgu, mendoj si individ, fakti që nga njëra anë është shumë mendje hapur në atë që kërkon edhe shkoi edhe në Berlin për të zbuluar eksperienca të reja atje, po unë mendoj që në qëndrimet dhe sjelljet e tij ka një lloj konservatorizmi. Pra nuk domethënë këtë e gjej pak vetë vetja që kur shkruaj jam shumë i lirë, jam shumë mendje hapur. Në mendoj që çdo njeri që e bën këtë gjë patjetër që nëse nuk je i vërtetë dhe nuk je i lirë, nuk mund të sjellësh diçka që ta godasësh lexuesin ose ta arish të lexuesit. Por nga ana tjetër, mendoj që në jetën e tij dhe në atë që ai përfaqëson është shumë më i mbyllur dhe më diskret. Në fakt, që është extra intro, domethënë. Po. Tani ka dalë po? Jam dhe unë ashtu, mendoj që me njerëzit e dur, po pastaj edhe shumë intro në rrethanën saktuaris, do me... doja t'ju ftoja që nëse keni një shënim, diçka që e keni shënuar që ka bërë përshtypje, ta gjeni dhe pastaj me radhë dikush mund të lexojë nga ajo, po mua më pëlqeu edhe një pjesë, nuk e di nëse e arrita gjej dot këtu, edhe pse mbaj mend që e kam shënuar. Po më pëlqen sepse domethënë ka shumë mençuri në përvargje. Më është një lloj ekstrakti i gjërave. Për shembull kur thot një fjali këtu, kur je i vetmi që do t'i kë, e do dy fish. Këto janë gjëra për Oscar Wilde, domethënë për Facebook apo kështu. Po ose kjo për shembull, po para se të shkoj te kjo ai ka një moment aty kur flet për Rodenin. Skulptori. Që edhe kemi pas rastin kush live, kush ashtu ka parë ato skulpturat e Rodenit dhe në atë kohë Rodeni ishte i vjetër në moshë, por fama e tij ishte akoma një gjë e re, po pushtonte botën. Edhe e mbaj mend që ai përshkruan një skenë që një miku i vet e çonte Rodenin, se ky
i shpreu adhurimin për mjeshtrin, dhe tha e njoh unë tha të të çoj. Dhe tha hëngrëm thjesht, ca copa mishi, buk, djath, edhe ca perime, në një tavolinë fshati tipike kështu. Dhe pastaj ka një moment që Rodeni e merr dhe e çon tek studio e vet. Dhe është ajo skulptura e një gruaje atje që ai akoma ka diçka për të bërë. Në momentin kur ai i sulet, se thua, asaj Rodeni harrohet fare, edhe e shikon me ato lëvizje pa, imagjinoj kështu që po merre me një gjë të sukti i statujës, edhe kur fut në një trance, ai s'ishte fare aty. U shkëput, edhe ta shikoj një mjeshtër thotë se çfarë ndodh, domethënë që koha u mbet kuptimin, ai u mor vetëm atë aty, dhe pastaj kur mbaroi, e pa këtë tha po ti kush je, domethënë në këtë kuptim që ajo është shumë e bukur. Edhe thotë atë që njerëzit e mëdhenj janë të thjeshtë, është një fjali që ai përdor atje. Dhe mua për aq pak përvojë sa kam unë krahasuar me Zweigën, se s'kam takuar shumë njerëz të mëdhenj, por në atë të voglën time, njerëzit që janë realisht me peshë, me mençuri, me sukses të vërtet, janë shumë të thjeshtë. Se nuk vuajnë nga egoja për të provuar ty madhështinë e tyre duke të ulur sepse dikur në ndonjë formë. Në vendin tënd. Domethënë, mendoj që çdo njeri që është bërë i madh e ka përjetuar atë eksperiencën nga fillimi, nga zero, ka qenë një fillestar si ti dhe i ka kaluar etapat një nga një dhe ka arritur në atë që ne sot e konsiderojmë si madhështi. Meqense ai është një njeri i cili do t'i mburret gjithkujt apo t'i tregojë se çfarë ka arritur, atëherë ai dhe vetë ende nuk e beson dot atë që ka. Domethënë është në të njëjtën kohë përpiqet të bindë ty për atë gjë, po është duke përpikur të bindë edhe atë zërin e brendshëm që po unë jam ky, unë po bëj këtë, unë kam këtë dhe duhet të më vlerësojnë për të tillë. Shumë dakord. Ai madje ngushtë të këmbë që shkohen tek humanizmi edhe dashuria edhe thjeshtësia, për shembull në momentin që ai tregonte se sa i çuditur ishte, se sa i lexuar ishte bërë dhe librat e tij ishin kaq të dashur të lexuar dhe ai ishte nuk i besonte vetes në atë çka po ndodhte. Por ajo që bënte përshtypje pastaj ishte edhe në momentin që ati u ndaluan pikërisht në vendin e tij, në gjuhën e tij librat dhe ju dogjën librat. Ai ishte e çuditshme fakti që të paktën nuk i lexoja nota zemërimi për këtë çka i ndodhi. Domethënë thjeshtësia edhe ndjenja e humanizmit edhe dashuria që ai i nxirrte si vlera në paqen tonë që i duhet shoqërisë, ai mbarte edhe vetë. E madje një, domethënë pak fjalë që kam nënvizuar është ajo që është lënë pas dore në punën e muskujve mund të vihet në vend. Edhe më vonë, kurse hobi intelektual, fuqia e brendshme stimuluese e shpirtit, ushtrohen vetëm në ato vitet vendimtare të formimit të njeriu. Dhe vetëm kush ka mësuar qysh herët të pasurojë shpirtin sa më shumë, mund të përfshinë atë më pas mbar botën. Pra tek ai e kishte shumë të shenjtë pasurimin e shpirtit dhe ruajtjen e dinjitetit dhe të drejtat. Pra të mos i preket të drejta dhe shprehja e mendimit të lirë. Ai ishte gjithkohën, si më thënë, partizan dhe mbrojtës i shprehjes të mendimit të lirë. Po. Me shumë e bukur dhe ai citati. Më pëlqen. Më që duhet kultivuar që herët që të arrish të pastaj ti përfshir ti. Ai edhe kur e nisi në fillim rrëfimin e tij, ishte pikërisht mënyra se si ato ishin rritur dhe ushqyer njëkohësisht me kulturë, dhe jo vetëm me kulturë, po themi në kontekstin e përgjithshëm, por që nga leximi i poezive më të thjeshta dhe analizimi i tyre në grup, sepse ata ishin, domethënë, ishin edhe në grupin ku i përkisnin, se ti mund të lexosh vetëm, por është ndryshe kur ti e ndan këtë në rangu shoqëror dhe je pjesë e saj. Dhe jo vetëm kaq, por ata shkonin përtej leximit apo letërsisë, shkonin edhe drejt kulturës, pra ishin bërë si kritik arti, duke parë çdo ekspozitë, dhe kjo gjë i kishte bërë akoma më përzgjedhës dhe sqimatar të artit në përgjithësi, dhe ata ishin gjithkohën duke ushqyer. Për shembull, ai, si më thënë, bota po përmbysej, gjithçka i kishte ikur dhe ai thoshte unë që i faqe dhe unë kam gjithmonë kohën time për të lexuar, sepse kjo më shqetëson. Domethënë ishte gjithkohën që punonte për qetësinë e tij dhe pasurimin e shpirtit. Në një vend atje që thotë kur ishin në shkollë akoma, edhe kjo periudha që po thua, që thotë ishte e mbante veten burrej, ai që njihte karrocierin e aktorit
të teatrit burgë teatri, po? Ose shërbyesa që kishte qarë për një aktore, kishte vdekur, ishte qenë asnjëherë në teatr, domethënë edhe pra. Edhe as televizor s'kishte në atë kohë që ta kishte parë, kështu që me të dëgjuar. Ishte vlerë tjetër. Po dhe shëndrimi besnik i teve të tjerë. Pra ato kundër rrymës së familjes, gjithçka tjetër për të mbrojtur deri në fund idetë e tij dhe i shndroi besnik qëllimit e idesë së tij. Një nga ekstraktet është kjo që fuqia e artit. Domethënë arti, tash art ka edhe sot në mënyra të ndryshme, pa ai në një moment aty thot për atë që pas luftës së parë gjithë donin që të bënin një art ndryshe nga ç'ishte parë, filloi kubizmi, filluan ca gjëra pa kuptime, pa kështu, domethënë si një rrymë për të kundërshtuar çka kishte qenë. Po gjatë gjithë librit e shikon se sa adhurim ka ai që shkon takoj edhe besën e gëtes, që se thoshte mbi mbi dorën e saj, thoshte mbaj dorën gëtja mbi kokën e saj. Edhe ky ishte i dhujtar, po themi apo fletë për Aleksandër Mojsion, me që ashtu. Apo edhe rrugën që kishte se çdo dramë këtij diste aktori kryesor në 3 raste. Në kohën para internetit ka qenë kjo, edhe si frymë, edhe kudo domethënë. Interneti sigurisht ka ftohur shumë njerëz dhe i ka rrëzuar ikujt në thonjza, pra nuk bën më asgjë përshtypje se i sheh 24 orë personazhet e të preferuar në story, në forma të ndryshme ose këtu atje edhe velesh domethënë. Po, dhe ka humbur kjo mitizimi domethënë. Po e kam të kjo që i jepi një rëndësi kaq e madhe, se për shembull kur flet për shkollën, pse mos për gjimnazin, ai nuk është shumë fan si shkollës. Rrinim 8 orë në atë burg, ndoshta atje në ato karriget e trasat e kështu. Edhe aty e gjeja veten dhe unë me të drejtën. Megjithëse jo aq që ai kishte më zi, duhet të ketë më zi. Të bënte më të shues akoma. Po, ky u bë intelektual, domethënë me këtë mendje që kishte, po ajo pedantizmi ishte i fokusuar vetëm te letërsia, domethënë nuk kishte interes përgjithshëm për Po, s'ishte gjë, po. Edhe në grupet miqësore, duke që ishin për artin, për të rejnë, për lajme, domethënë funksiononte shumë diskutimi në grup. Kurse sot as shkon se duan, po dhe kur janë bashkë duan të luajnë PlayStation ose domethënë nuk është fiksi njëjti. Ata ishin shumë të errët për të vjerë. Ishte jashtëzakonshme. Ishte mënyra ndoshta e botës atje, po. Në fillimin e librit, edhe po ju lëshoj pastaj me citimet që keni mbajtur shënim vet, ai flet edhe për kur flet akoma për botën e vjetër, baza qendrime mendoj feministe në kuptimin, ai thjesht fotografon më shumë se sa ashtu do dalin si ku thoshte që as çunave as vajzave s'u mësoi shumë, për të paktën çunave u lejohej që kur vinin në një moshë adoleshencë, po, femrat nuk njihnin as trupin e tyre, jo më trupin e një mashkulli, apo domethënë lihen në një errësirë totale, ignorance, femra, dhe për këtë arsye edhe e pa mbrojtur, e pa ditur për të përballur me çfarë do të ishte roli i saj si grua apo si kështu. Mua më duket që nëpër to, domethënë ka qëndrime. Edhe ai thotë sa bukur tani që vajzat shkojnë në plazh bashkë me shokët e tyre, mund të luajnë sporte, pra gruaja hyn në kal vetëm në një anë, këmbët nuk mund të shalonte si kalorës e tjerë. Edhe si një kontradik problemi që nga njëra anë ai lartësonte atë epokë, edhe nga ana tjetër pastaj gjente gjëra që mos nuk i pëlqejnë apo që i dikonte. Mendoj se është e natyrshme, sa njerëz mund të pëlqesh gjithçka të një kohe, domethënë. Fare nuk është se për lartëson, ai thjesht për përshkruan dhe më shfaq, por në tan duke një realitetin sot për bëjnë në kontrast në atë në e lartësoj me. Jo, në fakt ai shpreh. Shpreh tregon se sa i mirë shkollimi në fakt, gjithmonë dhe kuptimi. Pra ai thjesht ishte Ai ishte dhjetore atë gazet që ne për ne është i lartësuar, se domethënë për ta ishte normali ajo, nuk ata nuk e mendonin që duke u angazhuar kaq shumë në letërsi, në muzikë apo në atë dashurinë që ata kishin për dieta, ata vërtet po bënin ndryshimin. Ata thjesht ashtu funksiononin, ai ishte ajo që dinin. Do të thënë, ai nuk e lartëson, duke thënë si ajo kohë nuk ka më, por të nuk ka më sepse ndryshimet që erdhën patjetër që rrëzuan çdo gjë që ishte, po jo sepse ajo kohë ishte ideale apo parajsa. E vërtet. Jam dakord. Ai nuk mendoj që ai kishte kompleksin që thoshte edhe gjërat që si pëlqenin, si kjo. Do të thënë gurtësia,
kur shan shkollën, për të fjalën shan që klirshëm, kështu domethënë që Edhe pjesa e moralitetit, për shembull, që shoqëria ishte shumë moralitet. po. Nga ana tjetër për shembull ishte një besim te autoritetet. Njerëzit besonin te autoritetet. Ai ka një fragment shumë të bukur atje që thotë kur kthehet në Vjenë, ishte pushime në Belgjik dhe nis lufta e parë botërore. Ai thotë që kishte himne që dëgjoheshin në sheshe dhe këpucari i hidhte dorën klientit e jemi vëllezër, do shkojmë bashkë, do luftojmë. Domethënë i kapi kjo dalldia që sepse nuk e dinin ç'a ishte lufta, edhe nënat i çuan çunat me përshëndetje shkonin luftonin se e vetmja luftë kishin bërë gjyshrit para 60 vjetësh, që zgjat 3 javë dhe me pak të vdekur dhe kishin një kështu se si mund ta humbun luftën edhe e ka dhe remarku tek kazjere nga fronti i perëndimit që çunat lënë shkollën edhe shkojnë regjistrohen për ushtar, sepse mendonin që atje do ta shikonin në sy atë, e nuk e dinin që të hanin minte, thoshte morrat në atë edhe të vinte i bombë, dashet copash e s'kuptoi fare kush të kishte vrarë. Nenada, ç'a ke nënvizuar? Kam disa, po lexoj vetëm një. Më vonë njeriu e di se rrjedha e vërtetë e një jete përcaktohet nga diçka e brendshme. Sado e çuditshme, sado absurde që na duket, që rruga jonë nuk përputhet me dëshirat që kemi, prapë se prapa e na çon më në fund të synimi ynë i padukshëm. Nga të gjitha ato që vendosa, e zgjodha sepse secili nga ne bën një plan në jetën e tij se kështu apo ashtu do jetë rrugtimi, edhe pastaj kur fillon edhe zbret në terren, e kupton që rrjedha na ndryshon her pas here, por nëse ti je i qartë se ku do të shkosh, edhe me rrugë të ndryshme që ne zgjedhim, sërish shkon te synimi jot. Edhe për qeu ishte që mund të Si ke përjetuar? Ke përjetuar ti atë vet? Mendoj që po dhe që do të edhe të më ndodhi, pra nuk është se vetëm me kam Ti akoma rrugës. Po, sa pranisë. Njësoj si të gjithë ata që shkojnë te lufta e parë botërore, ose më kujtua pandemia, ditët e para, çdo gjë që ndodhi si ajo e jashtëzakonshme, në fillim është ajo këshëria se çfarë do të ndodhë, ti je emocionuar, mendon që gjërat janë në dorën tënde, edhe ti mund të bësh këtë dhe atë dhe mund të shoh gjëra. Pastaj me kalimin e kohës, i kupton që gjërat nuk janë kaq zbavitse sa duket, njësoj si lufta, njësoj si pandemia, njësoj si sfida që ne marrim. Po ndërkohë nëse ti ke qartësinë për të ditur kush je, sidomos nëse hyn në një rrugtim, shumë e rëndësishme, se nëse nuk e di pastaj vesh maskat e secilit dhe pastaj përfundon duke humbur edhe pjesën tënde. Gjithçka sjell rruga mund të jetë një gjë e vlefshme edhe më shumë se ajo që ti ke pritur. Edhe më kujton një pjesë edhe një fragment i rrugës time, kështu që ndoshta prandaj e zgjova. Shumë. Unë besoj atë. Më shumë e ndjej se sa mund ta them me fjalë, domethënë, kështu që ndonjëherë gjërat janë të shkruara, si thua, domethënë që njeriu ka një ose ndjen një gjë, një mision, një qëllim, që mund mos jetë i qartë i veti, por që gjërat të sjellin aty, edhe kur ti mundohesh ndonjëherë të dalësh nga kjo rruga dhe ka njerëz që janë munduar dhe nuk do të vazhdojmë me këto, pastaj ndodh një gjë tjetër edhe sikur domethënë ai destini të çon prapë aty tek ajo. Po. Po, vëndet. Ju gjithë që do kam pritur me 1991 në një operatori të madhe e të fuqishme. Kam lindur vitin 1981, Po, një perandori të madhe e të fuqishme. po. Këtë ke nënvizuar ti. Pse të pëlqeu ajo fjali? Se që tipri e shembur një pas disa fëtësh me një fëmijë bashkën me gjithë juve Stefani gjithoj shumë dhe ministritur shumë
Do një të një temperaturë base che già ku sotto to e ti pri e ku cioè Spagna, Franța, Austria, ne fete portes e pas ti pri tu pretai de nostri retrospectiv të jetës time. Këtë bëj, sepse ajo dit e shtatori e vitit 1989 të ve pik per vullnetare epokës. Faleminderit shumë. Shiko, do të sqaroj diçka për kontekst. Janë shumë të rrallë për rinjtë e moshës së etnodit që mund të lexojnë dhe mund të shprehin qartë. Ne kemi shumë të rinj, po janë po thaj sa kisha dhe dorës që mund të mindosh ato që mund lexojnë, kështu që edhe është nga Brari, nga një fshat i largët i Tiranës. Kur e dëgjojmë edhe që është kështu në grup. Po, ai e ka atë se ai prandaj mendoj edhe libri nis me atë epokën, edhe çfarë shënon fundin e epokës. Që është ajo bota e sigurt, fillim ku ti e dije. Se mendoj që të gjithë do donin të jetonin në një botë si ajo, në kuptimin e të qenit prindit, të qenit, domethënë edhe birë edhe prind që dieshin gjërat, edhe se si do dilje në pension, domethënë çdo gjë ishte e siguruar. Edhe tani këto vendet e Evropës veriore që janë më solide, më të ashtu, këtë kanë arritur për qytetarët e vet, siguri, për mos e vrarë mendin për të nesërmen, thoshte. E nesërmja ishte e garantuar. Perandori Franz Josef ishte 80 ca vjeç, Ur Babaxhan, me njerëzit besonin. Edhe ai nënshkruan këtë, se kjo është një gjë që ka ndryshuar, mendoj, 4 Ciprishtë atëherë. Prandaj shkonin në luftë me gëzim, se besonin te kauza, besonin te perandori, besonin te fitoria, besonin që ishte e drejtë edhe ne mund sakrifikojmë për kombin, për perandorin, se është nëna jonë e madhe që kujdeset për ne, si nëna parti më vonë këtu tek ne, po ta krahasosh me edhe Hitlerin që është aty, po edhe me liderat sot, ka humbur seriozitetin, udhëheqësi. Merr Amerikën, për shembull, që është për mua gati e pa kuptueshme në nivelin që ka arritur ku presidenti bën një video AI që hedh kak mbi qytetarët e vet, që nuk janë dakord me të. Apo këta që marrin edhe po thjesht me fytyrë meksikane apo me ngjyrë brown, siç i quajnë, edhe pse ai mund të jetë qytetar edhe 4-5 breza në Amerikë. Ata të kapin edhe tonë ku i ke letrat, ku i ke këto, domethënë që është një gjë që s'është normale. Domethënë ka rënë serioziteti, ka rënë, ku diun, përgjegjësia e të qenit udhëheqës në gjithë kuptimin. Edhe tu tek ne. I ke një kryeminist Shakaxhi, domethënë Batutaxhi. E shoh këtë, po njerëzit nuk kanë më respekt. Si trend gjithandej. Po, dhe mendoj që Amerika që ishte një lloj bajci standardit, që ti mund thoshe, në Amerikë bëhet kështu, ose në Amerikë kjo nuk do të bëhet, tani edhe ajo ka rënë, domethënë se bëhet edhe më keq, çuditërisht. Po shikoj që nuk ka më atë lloj edhe dashurie për kombin, për respekti për dinjitetin njerëzor, për tjetrin që ndoshta nuk mendon njësoj si ty. Ka një opinion tjetër. Domethënë jetojmë në një botë shumë kështu. Edhe faktojnë edhe efektet e globalizmit. Po, shiko, nuk do thosha, me të drejtën, se globalizmi synon
ne në glob jetojmë, domethënë nuk është se jetojmë në Kubë, ai glob është edhe globalizëm në kupton që jemi një glob edhe e ndajmë planetin bashkë. Po pastaj ajo që ti përmende kur thua për atë egon e madhe, atë grykësinë e pafund, pse të kena domethënë një luftë. Globalizmi synon që mos ketë luftë mes kombeve. Mos kemi kufi mes kombeve, se një botë është edhe duam do ta ndajmë me njëri tjetrin këtë, nuk mund t'i hedhim jashtë planetit një pjesë, domethënë të atyre. Ndikojnë dhe modelet e rrjeteve sociale shumë, domethënë teknologjia, social media ka patur një impakt shumë të madh në këtë ulje në nivelit përgjithshëm dhe të vlerave, svetëmimit vlerave të tjera. Se po të shohësh gjithë modelet që janë sot edhe personazhet që kanë patur dikur një staturë shumë serioze e tjerë, po përshtaten dhe po bëjnë klaunët në për të fituar një audiencë më të gjerë edhe pra nuk po ndodh e kundërta, nuk po përshtatet masa me elitën, po elita po shkon gjithmonë shumë drejt masës, kështu që unë mendoj që edhe kjo ka patur një ndikim shumë të madh. Patjetër se s'dua ta politizoj gjën, se jemi aty edhe pse po sinjale ka domethënë që në fillim, sinjali i parë që më ka habitur mua me presidentin aktual, ka qenë kur në fushatën e 2016-s, që ai u tall publikisht me një person me aftësi të veçanta, që nuk ndodh, ai bëri një mimik, domethënë për të thënë që këta, kështu, ose me John McCain, heroin, i cili ishte i burgosur në Vietnam, dhe nuk i ngrinte dot duart mbi nivelin e shpallës, se e kishin thyer në burg. Ai nuk kutorzua derisa erdhën e ta shpëtonin 5 vjet në burg në Vietnam, dhe ky thoshte he's a loser, thoshte se nuk e shfrytëzoi mundësi se ai kishte ata ofruan për ta shkëmbyer, me që ishte biri dikujt, nuk ishte djalë do kudo, dhe ai tha unë nuk iki. Dhe lë shokët këtu edhe tashu. Edhe ky tha ky është një loser. Ky vetë nuk bajë. Po. Që nuk mori mundësinë që të ashtu dhe që ti thoshte, okay, çfarë vlerë është kjo në kuptimin e omete për vete, domethënë merr kapçat kapësh edhe nesër. Tepër që është një luftë që ti vetë ke treguar se Vietnami ishte unprovoked dhe ishte komplet Amerika në ndërhyrjen e Këtë më duket sikur shikon në libër. Edhe ngjan me ne dhe ti kupton që historia përsëritet sepse me të njëjtin naivitet që ata nuk u apriste mendje që do kishte luftë, me të njëjtin naivitet kemi qenë edhe ne, sa e priste pandemia, sa e priste mendja që Rusia do sulmonte Ukrainën apo gjithë gjërat, por ti shikon një degradim gradual që vazhdon për keq, sepse pavarësisht se gjërat shkuan nuk keq siç ata i prisnin, kishte prap një lloj, se nuk kishte arritur deri në këto gjërat që ne po shohim tani. Dhe ndonjëherë është duket sikur vetëm për Që se edhe Zweig nuk e kishte zgjedhur në gjithë të librin këtë dilemë. Pra nga njëra anë ai ishte kaq kozmopolit, ishte për një Europë që gjithatë ishte bashkë mbi vlerat dhe kulturën. Pra ai mendonte që vlerat dhe kulturën i shuajnë këto këfit dhe mjafton që shoqëria të ishte në harmoni duke u bazuar në këto vlerë. Ama nga ana tjetër, ai ishte i dëshpëruar për kom. Pra në momentin që ai nuk ishte të drejtë thoshte më jam gjerman, që ishte hebre, domethënë keqardhja e tij në ato momente dhe mos përkatësia qoftë ligjërisht diku, pra në moment që s'kishte më një pasaport, domethënë keqardhja e tij ishte kaq e madhe. Pra pavarësisht se quante veten një qytetar të botës dhe të Evropës dhe një intelektual që donte vetëm këtë kulturën edhe paqen, nga ana tjetër ishte kaq i keqardhur që ai nuk kishte përkatësinë e tij kombëtare. Pra nga njëra anë ishte kozmopolit dhe të gjithë bashkë për këto vlera dhe nga ana tjetër ishte fanatik i kombësisë dhe i rënjeve të tij. Dhe të mendosh që gjithkohon ishte për këtë paqen edhe shqetësinë edhe mbushjen e shpirtit dhe duke ditur historinë e tij të vërtetë që mbasi ai shkroi këtë vepër, ai shkroi dhe bëri një vetvrasje. Pra nuk arriti të ishte kaq të paqe. Pra gjithkohon ka një kontradikt në këtë pikë. Po, shiko, unë mendoj që ai ishte i thari i të qenit i kombësisë. Në marrja e pasaportës ndikon në kuptimin edhe praktik të gjës. Se ai s'ishte asnjëherë, domethënë ai e quante veten austriak me shumë krenari, edhe hebre njëkohësisht,
sepse Austria qëndronte për sa vlera. Edhe ishte audeu I të gjithëve, thoshte edhe kushdo mund të vinte atje. Unë nuk e shoh atë si nacionalist austriak. Jo nacionalist në atë kuptim, po thellë brenda brenda vetes në atë subkonscient se ti ai kërkon të rënjët dhe Po patjetër, identiteti, domethënë nuk I mjafton të ishte ky njeriu I vlerave dhe thjesht kosmopolit, ëh, domethënë pavarësisht se jetonte si I tillë. Jo, po, shiko, unë për shembull, unë jam thellësisht shqiptar, se shqiptar jam edhe nuk kam prejardhje me sa di unë tjetër nga të qenit shqiptar. Edhe jam në paqe me të qenit shqiptar. Edhe më pëlqen që jam shqiptar, nuk do ta ndroja të më thoshin po të doja të kishe lindur në Itali, gjest, domethënë, se ky është fati im, kjo është përkatësia ime, por nuk jam nga ata që them shqiptar, edhe Athina shqiptare, edhe ajo shqiptare, domethënë nga këto që e çojnë atë, domethënë që të kthehet në një sëmundje të madhe që çdo gjë është Al Pacino shqiptar, ky shqiptar, Tresha Anglisë shqiptare, Edhe Kleopatra. Edhe Kleopatra do të mëson shqiptar. Ajo ka qenë nga Tefelena, po. Kështu që dhe akti I vetvrasjes kemi parasysh vetëm një gjë që ndodh në momentin kur Hitleri është në dominim të plot. Domethënë gjërat dukeshin që kishin marrë fund, ndeshja kishte mbaruar praktikisht në favor të Gjermanisë naziste. Ishte një akt, si? Ai e bëri vetvrasjen, ishte shpëtuar, si ishte më në rrezik. Ai për lëkurën e vet po. Po bota që ai donte të jetonte, ku ishte rritur dhe për cilën kishte jetuar e shkruar e bërë gjithçka, ishte marrë fund, Ishin domethënë. vrarë të gjithë miqt dhe kishte humbur nënën, pa patur mundësinë të ishte aty pranë për shkak të kësaj gjë. Ishte një akt thellësisht dëshpërimi, domethënë në atë. Dhe dorëheqjeje. Edhe mësimi që mund nxjerrësh post mortum është që gjërat thyen prapë, ai do të kishte dashur ta shikonte. Domethënë rënien e Hitlerit edhe Rilutëzimin në vendin e tij. gabim bëri patjetër. Duhet të thosha që kjo domosdoshmërisht një akt dëshpërimi përfaqëson vlerat dhe po të menduarit, se ndonjëherë ky është një akt në moment krize identiteti, çembibrat shëndetit mendor, që nuk është domosdoshmërisht përfaqësim I asaj që ta gjykoj po. Jo, Kisha thjesht e kontradikt. pyetje për vlerë. Se është një tjetër pastaj që s'më thënë erdhi si mendim që një njeri kaq I ditur mund të gjykojmë gjithë. Ama nga ana tjetër nuk me vërtet shikohem të mbushi shpirtin, po mjafton kultura të mbushi shpirtin, ai si ndërtoi dot familjen e tij për shembull. Ja e martuar, praktikisht. Okej, familje nuk kryej dot. Në fund të ditës. Pavarësisht S'përi fëmijë. nuk krijoi familje bazë dhe mënyra se si ai përshkruan partnerët e tij, domethënë është kaq e vallkët edhe e largët, pra nuk shpreh aty sepse nuk e menduar që ai ka bërë këtu autobiografi dhe ka bërë shumë ndryshe dhe kjo është një gjëtje që më ka bërë kështu, se po të lexosh për shembull biografinë që ai ka bërë për Nietzsche, për Freudin, Tolstoin dhe gjithë to të tjerët, I ka përshkruar ndryshe nga kjo e tij. Domethënë, të vish kaq ndryshe mbas aq biografive që ka bërë, kjo pastaj është për mua gati si një botë tjetër dhe një njeri tjetër. Po ka një ndryshim shumë të madh. Ai nuk dëshiron që të shpalosi romancën në piedestal. Të thelbi këtij libri, ai ka qenë të bëjë një udhtim në kohë, se si ka parë ai botën, dhe se si ka jetuar ai, dhe prandaj nëse do ndalësh shumë të dashuria, mendoj nuk do ishte më një libër. Nuk është skandal. Dhe nuk ishte thelbi që ai fliste për romancën që ka parë në librin e vet. Edhe ai mendoj jep një fushë mundësi për të përmendur në fund të librit që ai e mbyll me martesën që bën dhe pastaj kalon të deri fundit botës. Kështu që ai gjatë tregon që ishte njëri I lumtur, vetë fakti që vetë mos e vetëm vetë vrap pas tij tregon që ai ka qenë shumë I përmbushur shpirtërisht. Pastaj fëmijës e di se s'ka. Unë mendoj që ka qenë edhe njëri modest. Domethënë edhe mënyra se si ai qaset, sepse kjo është autobiografia teknikisht, po edhe është e gjitha e parë përmes syve vetë, po ai nuk flet aq shumë për veten. Në kuptimin që mua kjo e ajo e unë bëra këtë, bëra atë, sigurisht. Po është bota siç ai e njoh, bota siç ai e pa. Do thënë ai merr një pozicion edhe thotë të tregoj se ç'pash, të tregoj këtë takova. Me admirimin
edhe modest në ato, për shembull e kam gjetë veten në një gjë ku ai thot në ato fillimet që unë do të kur merresha me përkthimet e këtyre mjeshtrave të mëdhenj, kjo s'më linte të shkruaja. Sepse aq i madh ishte impakti i tyre, sa që thosha çdo katmanos unë. Më kupton? Në vete, nuk e kishte atë guximin që të marr të shkruaj po, nuk e kishte. Dhe dramat histori, që kishte shumë mungesë besimi në dorëzimin e plotës, edhe kur e dorëzoi tek Kainci, që ishte ai pranoi vërtet, domethënë nuk arrit dot ta vlerësonte artin që kishte bërë. Ndërsa vetë besimit e ndoshi që. Po. E kishte atë, edhe ku afirmua më vonë edhe që atë gjithmonë takoi Freudin dhe pastaj të vinë natyrshëm. Kush ka një pasazh tjetër që do të ta ndaj me ne? Ndaj diçka sepse shkon shumë e këtë diskutimit se ç'a mendoj unë. Unë mendoj që ne tentojmë të mendojmë që mjafton të dish gjën e duhur, mjafton të kesh syrin për të analizuar gjërat dhe pastaj ti mund të jetosh në përputhje me to. Por këto janë dy gjëra shumë të ndryshme dhe kërkon forcë tjetër, sepse tani që ne dim jetën e Cvajkut, ai thot në një moment, është ai momenti me artistin që e maniti, si kishte Rodeni, thot, brenda asaj ore kisha parë të zbuluar sheshit të fshetën e përjetshme të çdo arti të madh. Do të thosha madje të çdo pune njerëzore, për qëndrimin, për mbledhjen e të gjitha forcave, që ne dimë ai nuk arrit ta bëj, të gjitha shqisave, aftësinë për të shkëputur nga vetja, për të shkëputur nga bota, çka përbën atë veçantinë e tërë artiste. Mësova diçka që do të më flente gjatë gjithë jetës time. Dhe kur unë i lexova këto, i nënvizova, sepse në fakt këto të duhemi. Ti jesh i fokusuar, ti jesh mos e gjërdor të përmbledhësh gjithë forcat, shqisat, edhe të dalësh mbi veten tënde, edhe mbi atë që të rrethon për të shkuar para. Por fakti se ti e di që kjo duhet, nuk do të thotë që ti automatikisht do ta bësh atë, sepse është shumë e çuditshme se si njeriu nuk jetojsh 100% në linjë, po. Nuk i do duhet të përshtatësh me njerëzit, me rrethanat, me ambientin, shumë. Sa gjëra ndoshta se ke forcën ti bësh. Me ditë mirë, po për të keqen. Po. Ose përshtatesh ndaj të keqes. Domosdoshmërisht ta bësh. Tanë kjo, unë kam vizuar zakonisht shumë këtë është asnjë film, kështu që kjo ishte e para gjë që më dali dora. Çfarë faqe je? Jam te fasha 98. Është një pjesë që thotë ka të ngjarë që kjo mos kopçarje me të cilën të rinjtë sot me ecin e jetë, ty bëj të munguaj diçka nga ai nderimi i thellë që frymëzonte rinin ton për gjërat shpirtërore. Ka të ngjarë që kjo lehtësi, krejtë e natyrshme për të marrë, për të dhënë, mund t'i bëj ata të humbasin në dashuri shumë gjëra që neve na dukeshin veçanërisht të çmuara, e tërë nga shënim, të shumë të vjesë shumë burime, të mistershme, droje e turpi, si dhe shumë gjëra delikate në përbedhelit. Pra, praktikisht ai tregon që kjo rinje e sotme, nga që ka mundësinë t'i ketë këto gjëra, nga që ka mundësinë të velet në to, nuk e ka më atë ndjesinë e të luftuarit për të patur diçka. Pra, kur diçka e ke të gatshme, mësohesh me atë dhe nuk e njeh më vlerën. Në ndryshim nga rinia e tërshme që ata duhet realisht të luftonin, të kërkonin dije, të kërkonin të zhyteshin në atë njohurinë. Pra, nuk ishte aq e prekshme dhe aq e lehtë sa ç'është tani më. Mendoj që kjo gjë që ndron edhe sot. Fakti që aksesueshmëria jonë në informacion dhe në gjithçka tjetër është kaq e lehtë, na ka bërë që ne të jemi aq të velur dhe aq të mbushur me këtë informacion se nuk na bën më përshtypje. E zhvlerësojnë. E çmoren më shumë pra në gjëra. Dhe vetëm nuk do futem këtu se ti the s'ka nevojë që të bëj koment, po më pëlqen për shembull se si ai është mjeshtër i komunikimit. Nuk thot është kështu. Thot ka të ngjarë që mund t'i humbas. Ndër ai nuk bën autoritetin që kështu si them unë edhe pik. Dhe kjo është vegël mjeti i atyre që po. Ai e çon atë mund të jetë edhe kështu. Po. Do shta e kam gabim, por mbase se ka. Edhe mendoj që ai e mendon vërtet ashtu, por që shoh që ke
Ke bërë ca... Unë më pëlqeu se kam lexuar një libër sa Rita, nuk isha aq e shpejt në lexim se radhe, por më pëlqeu shumë se si ai përshkruan rinin e tij, do të thënë këta të rinj ka ishte interesuar për edhe ata vetë, do të thënë Zvajko nuk e shpjegon se si dhe pse këta të rinj u futën në botën e poezisë, të artit, se si diskutonin për poezinë, si e shkruanin, si lexonin libra, si mësuan gjuhë të tjera, si shkonin në teatr. Domethënë, më bëri përshtypje shumë kjo se tani duhet krahasuar me ditët e sotshme është një kontrast goxha i madh që këta të rinj merrnin lekët dhe shkonin në teatr, dëgjonin muzikën klasike, Bach, Mozartin, Beethovenin e të tjerë me radhë. Dhe domethënë ishin kaq të shoqëria asaj kohe ishte një mjedis kaq intelektual i mirë për të rinj, mendoj unë, sa ata ishin komplet të zhytur në këtë botë. Dhe ky paragrafi këtu më bëri përshtypje është koha kur filluan të kërkoheshin këto partitë kristiano-demokratike dhe si ishin pozicionet e çdo klase të shoqërisë. Dhe i shpjegon dhe shumë mirë ato, po unë s'kam analizuar atë. Kam analizuar atë që se ku ishin të rinjt, çfarë pozicioni ishin të rinjt. Por ne të rinjt të mbështjellë në fshikzën e ambicjeve tona letrare, pak gjëra vinin më re nga këto ndryshime të rrezikshme që ndodhin në atë zonë. Syt i mbanin vetëm te librat e te pikturat. Nuk tregonin fik interesi për problemet politike shoqërore. E ç'kuptim kishim në jetën tonë këto grindje brutale, qyteti zjente me afrimin e zgjedhjeve, kurse ne shkonim nëpër biblioteka. Masat ngriheshin në këmbë, ndërsa ne shkruanim e diskutonim poezi. Nuk i shikonim simbolet e zjarrit nëpër mure. Dhe ashtu të pavetdijshëm, si dikur mbreti Baltazar, rinim e hanim të shkujdesur nga të gjitha gjellrat e mrekullueshme të artit, pa vështruar me frikë nga e ardhmja. Vetëm nga disa dekada më vonë, kur çati e mure u shembën mbi kokat tona, e kuptuam se themeleve që u qevën kazma qysh prej kohësh, dhe se me shekullin e ri kishte nisur një herazi edhe rënimin i lirisë individuale me Evropë. Ky paragraf thot shumë për mendimin tim. Domethënë ka shumë këndvështrime që mund ta marrësh, jo vetëm për pozicionin e këtyre të rinjve. Në një botë ideale, ndoshta ky duhet ishte qëndrimi, mendoj unë. Ky është mendimi im. Në një botë ideale ky duhet ishte ndoshta qëndrimi i çdo qytetari, pavarësisht se duket të themi një shkëputje nga realiteti që po ndodhte dhe ti dukesh sikur je indiferent. Por nëse në një botë ideale do mendonim që çfarë qëndrimi do mbante secili, ky lloj qëndrimi nuk do të çonte nëpër luftra ose në kontradita ose atë shëmbjen e asaj shoqërie aq të zhvilluar dhe të sigurt. Nuk e di se si do shkonin gjërat nëse qëndrimi i çdo qytetari do ishte ky. Por natyralisht të rinjtë kishin këtë luks, mendoj unë. Domethënë, duke qenë se ishin të rinj, domethënë nuk kishin atë sensin e përgjegjësisë të fortë e njërin tjetrën, e kanë atë luks që të ishin në këtë pozicion. Ndoshta një brez tjetër nuk e kishte sepse forcat po lëviznin, domethënë shoqëria po lëvizte. Po më bëri shumë përshtypje ky paragraf, prandaj e kam analizuar. Po. Ka pas perioda jam i sigurt ne kur kemi qenë gjimnazist, për shkak që nuk ishim shumë lajme. Po. Nuk dinim ç'a s'na interesonte. Edhe atë mendova, se mbaj mend kur ka filluar ndrimi i sistemit që u futën studentët në grev, kam qenë vit 4 gjimnaz, dhe mendoj që shumica nga neve ishin komplet indiferent ndaj asaj që po ndodhte. Shumë pak nga ne kishte edhe kuriozitetin shkonte ke qyteti studentëve, domethënë ishin komplet në atë botën tonë, edhe kjo lëvizje, edhe pse ndoshta ishte lëvizje për mirë që po ndryshonte sistemi, për neve nuk thoshte shumë.
Është ndoshta moshe, nuk e di. Se sot i ka kap dhe të rriturit apo. Kurse sot është ndryshe, por Po të janë qepin qumë. megjithatë tregon edhe atë shoqërinë në Vjenën atëhershme, në Europën atëhershme, se ishte qendra e Vjena ka qenë qendra e kulturës atëherë. Mendoj që ka qenë goxha e pasur në këtë aspektin e vlerave shpirtërore, që sot ndoshta mungojnë. Ka një libër që quhet unë nuk e kam lexuar me të drejtën, por kam dëgjuar një bisedë me autorin. Dhe kam qejf ta marr, por është një libër ku autori flet për Vjenën dhe se sa ndikuese ka qenë dhe është akoma Vjena e asaj kohe mbi botën sot. U nisu që nga Hitleri që ishte në Vjenë, domethënë aty Freudi të tjerë, domethënë psikoanaliza e gjithë të gjërat e tjera. Hollywoodi u themelua praktikisht nga hebrej nga Vjena, që emigruan në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe gjithë ndikimi pasaj që kanë pat kinemaja, domethënë në vitet 40, 50, 60, 70 e sot e kësaj vite. Ai merr shumë elemente, se unë po e them shumë trash, por Vjena domethënë ai tregon quhej edhe Vjena e kuqe, sepse ishte me një socializëm të theksuar, nuk lejohej as të varje rrobat në ditë të caktuara nëpër balkone për të mos prishur harmoninë, madje arriti një pikë që njerëzit u bezdisën nga ato rregulla për të ruajtur një estetik, për të ruajtur një gjë, domethënë shteti kujdesej për gjithçka, edhe u bë aq i kujdesshëm dhe aq i mirë me njerëzit sa njerëzit u bezdisën nga kjo edhe u kthyen në të kundërt asaj. Unë kam qenë vetëm një herë në Vjenë, disa ditë. Më duk e bukur, shumë, por më bezdiste se ishte shumë e përkryer. Jo realisht. Nuk kishte asnjë suva. Po si në Rom, mund shkote në tull që ka rënë çik suvaja aty, domethënë ka një vjetërsi, një gjë pak më e prekshme, pak më kështu. Vjen edhe në periferi, ato është si një tortë vjeneze, siç janë ato tortat vjeneze, e përkryer në çdo gjë, thashë me lodhi, me këtë, me asgjë nuk është e vjetruar, asgjë nuk është e pa lyer njështat, që të ketë një ke parasysh ato suvazë që kanë bërë ata dhe ka fut një të verdh, por që s'është si e gjithë e verdha e asaj dhe duket pulla aty. Kështu që po që është qytet është qyteti Edhe Zvajku kur ikën në Berlin, ishte pak i verur në gjithë kjo bota e sigurt. Nuk është se e thotë që çdo gjë ishte kaq perfekte, kaq mundësisht të faqet e para duket sikur është po jeton në një realitet i cili nuk është se e pëlqen kaq shumë, se çdo gjë është siç ti e përshkrove pa. Në vend, kështu s'ka. Po, edhe sidomos kur je i ri, kjo gjë aty të fillon dhe të bën alergji domethënë. Edhe kjo e gjithë ky reflektimi i botës sigurt vjen pasi çdo gjë shëmbet, edhe ti e humbet praktikisht atë gjë. Por në faqet e para nuk është se flet për këtë magjinë që në çdo gjë në rregull, çdo gjë se ajo gjë secili nga ne e themi, se mua ndonjëherë më trëm kjo kërkimi i botës utopike, më të mirave, se ka shumë është abuzuar në histori me këtë gjë, me këtë premtimin e madh, sa ne kemi parë vi komunizmi e gjithë këto sistemet e tjera. Sa nuk e perceptoj dhe nuk e kërkoj këtë gjë, domethënë edhe te libri këtë gjë bura re. Pastaj fakti që shkon te gjithë ai ekstremi që përjetosh dy luftra edhe gjithë brezi këtyre përfundojnë vetvrasje. Një pjesë e mirë shumë njerëzve që i jetuan të dy dhe kishin një lloj po themi dhe intelekti, ishte për shkak të asaj që ndryshoi gjithçka më shumë se sa një herë. Edhe te kjo pjesa e botës sigurt kur fillova ta analizojmë kam çik ankthi se kur do mbaronte, si ishte shumë perfekt. Ndërsa unë kur lexoja tash se pse më një zot një parë pasulini vjen. Okej. Do një mendim të fundit? Fundin e ka shumë të mbukur. Ka për diçka që e diellin nga fund. Me që u fol shumë për pjesën e fillimit, atëherë kam mbajtur diçka shumë nga fundi që thotë por ai kundërvinte do të arsyejë diçkaje që ndjej. Nuk më ndihmoi fare fakti që për një gjysmë shekulli e pata mësuar zemrën të rritë si zemra e një qytetari të botës. Atë ditë që na morën pasaportën e kuptova që në moshën 58 vjeçare, se duke humbur adheu, njeriu humbet më tepër se sa një copë tokë të rrethuar në kufi. Tani gjithë kjo vizja e Zvajgut, Italia, Amerika, Andia, Rusia,
Domethënë, si për çdo, edhe për një person tjetër besoj që pak nga kurreshtja që mund të rezultojë si e suksesshme, si e dobishme, patja e një porti të sigurt, mendoj që nuk ka si ndjesia patjes së një vendi të sigurt që ti nisesh edhe mund të rikthehesh. Ajo që tjetër që mendoj, unë mendoj që libri ne do e harrojmë shumicën e fjalëve që kemi lexuar aty, si që është normale të ndodhë. Dëgjova një ditë një podcast, një emision, më saktë, për njerëzit që ka njerëz që nuk harrojnë asgjë. Dhe ajo gjithashtu konsiderohet një lloj sëmundjeje, sepse kthehet në një vuajtje shumë të madhe, ku ata mbajnë mend çdo gjë, mbajnë mend gjithë artikullin e gazetës që kanë lexuar me datë 8 shtator para 5 vjetëve, domethënë. Edhe thoshte që kjo është një lloj çmendurie, pastaj që ti s'harron asnjë bisedë, asnjë fjalë si ta kush ta tha çdo gjë tjetër. Që njeriu ka nevojë të harrojë në mënyrë që të jetojë normalisht. Se ne ankohemi që harrojmë shumë, por ka nga ata që kujtojnë shumë. Pronare, zakonisht. Por mendoj që ajo që mbetet, unë e kuptoj tani që kur e kam lexuar në të 20-tat e mia, libri më ka ndikuar në botkuptim, në këndvështrim. Më ka bërë që t'jem më i hapur ndaj të tjerëve, të mundohem, ndoshta pa u përpjekur, t'i ngjaj zvajkut në ato, se unë jam shumë dakord përgjithsisht me gjërat e tij. Edhe e shoh botën ashtu, si një botë që mund të ishte një botë, mund të ishte. Po jemi si delet me suqve, domethënë, se nuk varet vetëm nga ne, si thot ai, nuk më ka ndihmuar gjithë kjo përpjekja e arsyeshme, se në fund fare gjërat janë jashtë dorës tonë. Edhe doja që në fund është një nga, jam i bindur që këtë do ta mbani mend kur t'ju lexoj. Po thot, aksioma e Emersonit, se librat e mirë zvendçojnë edhe universitetin më të mirë, për mua vazhdon të jetë plotësisht e vlefshme dhe kam gjithë një bindjen se njeriu mund të bëhet filozof, historian, gjuhtar, e jurist i shkëlqyer si dhe gjithçka tjetër pa shkelur në ndonjë universitet, madje pa mbaruar as gjimnaz. Edhe se me që jemi mbledhur për librat, mendoj që Inshallah se gjë kandidati i PD-s këtë që sa po thes, nuk jam familiarizuar me një nga kandidatët që Margareta ka propozuar, kishte shënuar në formularin e tij që nuk e kishte mbaruar shkollën e lartë, por thoshte libra dhe mësime online. Pra, kam lexuar shumë. Kam lexuar shumë, po, jam autodidakt. Ai pas e lexuar edhe. Pas e lexuar, po. Mendoj se librat ndikojnë shumë. Unë kam takuar shumë njerëz, shumë realisht që nuk kanë, për shembull, kanë qenë të përsekutuar dhe nuk kanë patur mundësi, kanë pas gjithë aftësinë intelektuale të bëheshin edhe profesor të shkëlqyer, por nuk ju dha ajo mundësi, por që kishin biblioteka në shtëpi. Edhe kishte qef të flisje me ata, përtej çdo profesori mendje madh që mund të hasësh në auditore, domethënë që shtiren kështu me këto fjalët e mëdha, se ka një formim që vjen nga libri që unë e besoj fort. Mund të jetë shofer, shpërndarës picash, nëse njeriu është i lexuar, ka një botë tjetër, domethënë që i ndihet edhe në shpirt, edhe në sy, edhe në fjalët që zgjedh. Po, dhe ky libër mendoj që është një nga ato që të bën më, edhe është një leksion historie, se sot ne po jetojmë në një botë ku ca burra të çmendur, edhe janë fatkeqësisht gjithë burra. Doshta prandaj do doja një botë të udhëhequr nga gratë, kam padallje. Dakor. Ata që bëjnë shaka, e thon po njëri mua e thot mund të tas lufta botërore, kur Po. jam Do vi lirë në pas. Por që është kjo nevoja kaq, nuk e kuptoj këtë nevojën kaq të madhe për të prodhuar luftë, për të prodhuar, dhe realisht jemi në një kërcënim të luftës së tretë botërore më afër se sa edhe Bashkimi Evropian u themelua si një kundërpërgjigje ndaj dy luftrave të para, që ta ne nuk mund vazhdojmë ta bëjmë këtë gjë, që një 20 vjet futemi në vllavrasje dhe të shkatrojmë njëri tjetrin, edhe ishte projekti që synon, shpresoj, që të ruaj atë paqen e harmoninë, që mos t'i bjerë Gjermania Francës e Franca Anglisë, ku diun shumë e radhë, por që ti e shikon që paqja është, edhe prapë ne kemi
të njëjtin mos besim që kishte Zvajku, edhe shokët e tij në atë kohë që ja s'mundet të ndodh. Nuk ka mundësi, nuk si, ne po bëjmë plazh në Belgjik, thoshte ai, tu ka turist gjerman, do vi Gjermania të kalojë në për këtë. Ne ndodhi. Ndodhi se njeriu ndoshta e ka në natyrë të shpresojë më të mirën, të besojë më të mirën, edhe të bëhet naiv në vetvete, duke thënë që më kam dhënë vetëm një herë keq me që përmend pandeminë ato ditët e para, se pastaj sikur ja morëm dorën, po kur akoma s'ishte ardhur virusi në Shqipëri dhe po flite që është një gjë e nuk di sa as nuk di që nuk i prekte fëmijët, më thënë që gjithë ishin të rrezikuar. Jam mbajtur jam dëgjuar një herë mëngjes për tikë punë, edhe u ndjeva i pafuqishëm për familjen, për thash. Domethënë se edhe mediat e pomponin, CNN kishte kështu 24 orë, 7 ditë në javë, vetëm për atë, edhe ajo shifra e atyre viktimave që rritet, thosha si do t'i mbrojmë në ç'na gjeti, domethënë se kishim menduar që do i rrisim avash kështu, po ç'mund të ndodh nesër, domethënë se mund të ishte një gjë që të zinte dhe të palose, të vdiste. Edhe aty jam ndier kështu, që thosha, ajo normalja që po shpresonim mund mos vi, mund mos jetë. Edhe për shumë nga ne nuk dihet, domethënë një tërmet, një gjë, një ashtu, se ne jetojmë me atë planin, me atë qetësinë që nesër pas nesër në nëntor kemi prenotuar për të shkuar në Milano, e kupton po me planet tona dhe edhe fati qesh, domethënë me gjithsesi, shumë faleminderit.